Bashkimi Evropian ka kërkuar që çdo familje në bllokun e 27 vendeve të ketë një paketë mbijetese 3 ditore për të përgatitur ndaj luftrave ose fatkeqësive natyrore. Komisioneri i Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave tha se propozimet do të përfshinë në një strategji më të gjerë të gatishmërisë, por pa dhënë detaje specifike. Brukseli synon që çdo qytetar të ketë rezervat e mjaftueshme për 72 orë duke patur parasysh rrezikun e rritjes së një konflikti global. Qytetarët do të këshillohen të mbajnë artikuj esencial si shkrepse, ujë, ushqim të thatë, elektrik dore dhe dokumente të rëndësishme. Ndërkohë, disa vende skandinave kanë nisur përgatitjet e tyre duke shpërndar udhëzues për mbijetesë në luftë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ndërmori këtë hap pas një raporti të ish-presidentit finlandez Sauli Niinisto mbi forcimin e gatishmërisë civile dhe ushtarake. 3 ligjvënës të grupit qendror të Parlamentit Evropian kërkuan nga Komisioni Evropian shpërndarjen e një manuali për të ndihmuar familjet në përgatitjen ndaj krizave, nga luftrat e mundshme te fatkeqësitë klimatike dhe kërcënimet kibernetike. Udhëheqësit evropian janë të shqetësuar se nëse Rusia triumfon në Ukrainë, Vladimir Putin mund të zgjerojë pushtimin e tij edhe më tej në Europë.